Dashuria është kjo virtyt hynore që na vjen për na realizua plotësisht si krijesat e plot. Do me thënë se njeriu ka mundësi për me ekzistuar, po nëse nuk ekziston në dashuri, është një krijesë që dështon misionin e tij, thirrjen e tij, destinacionin e tij. Shent Agustini ka një shprehje shumë e bukur, thotë edhe njeriu mëkatar që refuzon Zoti, është imazh i hyjit krijuesi, por është një imazh ka që mbyllur, ka që mbushur me baltë që gati nuk shifet mashku shashtë. Dashuria na liron nga kjo baltë e ban që dal jashtë fytyra jone vërteta, jo që na ban e vërtet fytyra e Zotit. Fytyra e Zotit në botë është njeriu që don, jo njeriu e mjaftë, njeriu që don, do me thënë që jeton në këtë dimension hynore që vjen prej Zotit, virtytin e dashurisë, caritas.